Unë kam 26 vjetë këtu në Greqi, që punoj. Edhe lekën gjithmonë ja dëgoja vajzës time, sepse më thosh një mama ne dorim bashkë, ti që merja rrugën e saj. Në mars të këtij viti, mua më vdes plaka. Edhe vete për të kërkuar punë nuk më merri në punë se je e madhe, më thosh nuk e bëm dot. Dhe marr vajzën në telefon i them, si do bëjmë të keqe mamaja, se s'më marr kërka njeri në punë se më thonë je e madhe. Më tha mua, po çfarë do na mua ti tani, më tha mua. Po i thash unë e kemi lënë që dorim bashkë deri në fund, i thash unë çfarë do bëhet? O tha unë nuk të marr dot këtu, tha mua. Jo, tha me mua nuk e më punë ti, tha. Po i çfarë të duash, tha, unë nuk kam të ndihmoj ty atë. Po mbyll telefoni më i vija, edhe as më mori, e as e mora, as diku është, e as di se ku jam. Po, të më ndihmoj të më dërgoj në një lek, që të jetoj dhe unë njerëzit në Shqipëri. Këtë dua, këtë mesazh du nga. Unë po